Qa pata? Okej, më le pak mundësi të merë me frym. Këta janë prindrit? Këto janë prindrit. Si quhen prindrit? Po nis nga nëna, të dy nga Kruja. Të dy nga Kruja. Të dy lindur në Krujë, por jetuar gjatë në Tiranë. Nëna të dy kanë ndruar jetë, nëna në vitin 2000, 57 vjeç. Shumë era. Kur mendoj vetë që kam kaluar 6 jetën në 14 prill, mendoj sa i re ka qenë. Babaj, Gjeradin Qitozi, inxhinier minjere, një nga krijuesit e minjerës mëzezit, që në hapje, drejtor minjere, krye-inxhinier, shef i sigurimit teknik, një burr shumë kërkues, me ne 2 fëmijë, mua dhe motrën, që sot prej 34 vjetësh më mungon dhe ajo, është drejtoresh inxhinierike në një kompani Geo, quhet, në Kopenhagen. Shpeshherë bënte humor dhe më thonte, ne ishim një vit e gjys diferencë, po në shkollë ishim një vit. Pra nëse i me motër ishte në klasë 2, unë ishte në klasë parë. Dhe më thonte, të dy keni dalë gjitha 10, po 10 e ditës, lindita quhet motra, janë më të mëdhaja. Edhe ndjesha. Po pse? Po sepse shikonte që unë merra 10 duke qenë dhe në shkollë dhe në sport. Motra ishte duke mësuar gjithë ditën, por ishte ke shkencat eksakte. Edhe një krenari, një model i jetës time për të ndjekur. Një çift që udheshën fort me mënyrën e tyre, që kanë kaluar shumë sakrifica, sepse mamaja ka qenë shpeshherë shumë e smur, edhe një nga pengjet e jetës time, jam kthyer prej shëndetit saj nga Gjermania, por nga pengjet ishte që nuk më pat martuar me fëmijë. Të kuptoj shumë mirë. Ndërsa babai jetoi me familjen time edhe 10 vjet të tjera mas nënës, pra i ndroi jetë në vitin 2010 dhe të dy kanë qenë dhe janë elementet fuqishme, krenarie, modelesh për të ndjekur, por si çdo djalë, marrëdhënia ka qenë më të zonjë, që për mua është nga gratë më të bukura në botë, si nëna juaj për ju, dhe gjithmonë i them studentëve një fjalë, kur diskutohet për prindërit. E kam lexuar në anglisht, mos e merrni si postulat që po e them unë, por Zoti nuk mund të rrinte në çdo moment në tokë dhe për këtë arsye i krijoi nënat. Një nga ato ishte. I kuptoj shumë mirë edhe lotët e tu. Foto tjetër. Nga gjitha fotot fëmiu unë zgjodha këtë. Ja, më thonin gjithmonë ta ka lëpir Viçi, bullizohesh ai vogël. Të bullizoni, no? Po, ja me ato kreshtën aty. Ajo është identitet. Ai është identitet. E kam nga babi, besoj atë. Po çun bukurosh edhe i interit që fëmijë? Nuk dua ta them që fëmijë, po dua të them nga shkolla e mesme. Po pse? Kishte arsye apo një shok i ngushtë i imi si vlla ishte me Interin, futbollist. Edhe fillova dhe unë të shkoja mbas tij, ne kishim edhe shok që ishim me Liverpoolin, që se kisha dëgjuar ndonjëherë në kohën para 90-s, ç'është Liverpooli. Po se s'para kishim. Po se vitet 80 pikërisht mbi zotruan. Eksakt. Edhe s'kishim informacionin e plot, kështu që sigurisht që e kam bërë unë të bluzën. Duket e. Ashtu, pa diskutim, sepse nuk mund them kam pas një golf në vitin, këtu i bie të jem 6 vjeç, në vitin 72. Por kush kishte bërë golfin do futej në burg. I lumtur që jemi kampion të Serie A. Thuhet jeni kampion se janë të ato tjerat janë 0 fare me Milan e me Napoli e me Juve e me po marr dhe një kusur. Keni marr kot tani. Po marr dhe një negativitet në thojza, që nëse do të pyesësh, ke probleme me zemrën, pyetja e dytë është mos jeni gjë interist. Pra Interi ka ca amplituda, ca sinusoida kaq forta, po si duket kjo na bën që ta duam shumë. Ka uljet e ngritjet e veta. Po ti që ke bërë tifoz në vitet 80, që
Seria A ishte kampionati më i mirë në botë, edhe çdo skuadër, edhe ato skuadra edhe ne nga fundi kishin tre futbollistë të kombëtarës Brazilit, për shembull. Pa diskutim. Apo Interi 3 gigant të kombëtarës gjermane. Mateus, Bremen dhe Klinsmann. Dhe Klinsmann, 3 gigant. Yjet e futbollit botror dhe i kishte Interi dhe prapë dilte kampion, dilte Milani, se kishte 3 holandezët, për shembull, po them. Po, shiko, nëse edhe tifozllëku quhet një nga llojet e dashurisë, ti e do gjën me gjithë ulengritjet e veta, unë nuk jam betuar në kish që në të mirë, në të keq, në fitore apo në humbje, unë do t'jem me ty. Po me Interin e ke pasur në zemër, a? E kam pas dhe vazhdoj ta kem, edhe kam jetu me emocion të jashtëzakonshëm. Sportist kam qenë me Partizanin. Do të pyes po me ke tifoz në futboll? Të them tashti mos më marrin për ters sportistët apo dashamirësit e Partizanit, po me Tiranë. Me Tiranë. Po, nga Kruja vjen me Tiranë. Po tashti kur ty me Kastriotin do t'jem. Tani, ajo që mua mbien në sy është të gjitha 10-at. Do të thënë, kjo është shkolla e mesme. Kjo është shkolla e mesme teknologjike, specialiteti teknologji kimike. Berti, si ke nxjerrë 30-at tani dhe unë kam qenë nxënës i mirë, po 30-a këtu ka një problem. Po, ka një problem. Ka një problem tani, s'mund të nxjerrësh 30-a, ka diçka. Ka një problem që prap student më kanë pyetur, atëherë nuk e shkuar në kinema, nuk e shkuar në teatr, nuk e shkuar, nuk e pasur shoqe apo mikesh, nuk e shkuar në sport, i thash jo, këto nota kanë dalë, përmenda në fillim konsekuencën dhe atë këmbguljen e babait për një arsye, jo për dalë me 10 talent. Por, me qenë se ne kishim një problem biografik, babai thonte unë dal mëngjes dhe kthehem në fund javës nga minjera. Me ato problemet, shëmbjet, avarit, etj. Nuk kam mik tjetër veç minatorëve në jetë. Atëherë, miku i më i ngushtë që do t'ju hapi portat është mësimi dhe notat që ju do nxjerrni. Pra na kishte krijuar një ndërgjegjësim, por sidomos u ndiqja ti me motor. Në këtë kohë që unë isha në shkollën teknologjike, ajo ishte një nga nxënësit ekselente të gjimnazit Ismail Qemali. Dhe punonim fort, ajo ka qenë mësusja ime pa pagesë. Tani, këtu për provimin e lirim, ç'është ajo? Njohuri të marksizëm-leninizmit, teknologji kimike. E leninizëm, ti ke marrë marksizëm 10? Po pse mos ta merr 10? Ke marrë, mësoj me vërtet mirë? Po sepse ajo nota, shumë shok, kolegë të mit, i ka penalizuar që nëse do t'ishte poshtë 8-s, ti nuk merre shkollën e lartë, sikur ti kishe të gjitha 10-ta. Se kështu ishte? Po kështu ishte. Nëse është 7, ti penalizoheshe për shkollën e lartë. Ti nuk kishe formimin e duhur. Nuk e dija këtë. Dhe nëse qofse ishte 7, të gjitha ato le të ishin 10, ty nuk të ditë shkolla. Një nga drejtuesit e universitetit tim, një natyrë rebele, po e them rektori e ke investuar, ka pas këtë problem, intervistuar dhe është detyruar të bëj një vit tjetër në një shkollë pa shkëputje nga puna. Po, të bëj edhe vit në po. Natyrë rebele, diçka ka bërë që nuk ja ka nxjerrë, dhe që ka përmirësuar vetëm atë notë për të qenë një nga profesorët më ekselent kur unë kam qenë student dhe sot drejtuesi i institucionit tim. Dhe do të thotë, midis sportit dhe shkollës, midis një babai që kërkonte shumë fort, nuk po të them që do kisha një problem nëse do dilja ndryshe, por që kërkonte. Po si ja bëhet ishe dhe sportistë edhe me 30-ta? Me pak orë gjumi, me shumë punë, me natyrën time që... Se ishe dhe shtuna mësim atëre, nuk ishe në ishte dhe shtuna mësim dhe vetëm e djela. Ishte shtuna mbas dite, pushimi jonë dhe e djela. Po pra, se sot fillojnë prenden, harrojnë të janë shumë. Dhe duhet them që ka qenë një shkollë jashtëzakonshme dhe një nga gjërat kryesore që duhet përmend është që ka qenë një shkollë që ka pas rreth 30 laboratore. Ne kemi pas brezi fundit i mësuesve që kishin mbaruar në Poloni, në Bashkimin Sovjetik të asaj kohe. Në lindje. Excelent, unë i quaj pedagog, jo mësues, jo se mësues, është një titull jashtëzakonisht i nderuar, zonja ime është mësuese tek Gjimnazi Petronini, por kujtoj me nostalgji të gjitha të plejad mësuesish. Drejtori i shkollës Hektor Vebiu. Një burr i jashtëzakonshëm. Kjo është foto e diplomës. Ishte diplomës. Po ta shikosh me vëmendje, është fotoja. Ore ndryshon shumë ti.
Pse Sa vjeç këtu, 18 vjeç? 18 vjeç. Hundën e kam të thyer aty, siç e kam edhe për Ballteje. Po sepse edhe ne jemi zënë një herë. Në mundje, në edhe, sport? Po, Në sport, po. Do duke u përpjekur me i bërë një hedhje nërmjet gjoksit, populli e quan. Kam hëngër goditjen pa dashje, me kokë, kocka nazale. Me kokë, Po, e thyer uajta dhe prindëri i thash më kanë picku grencat. Po pse ke një? Po që të them ku dëgjon? Sepse po të thyej hundën, të thynte edhe herë hundën prindi. Të më falin të dy se janë lart në qiell, po nuk dua të e thash për humor. Bukur kjo. Por pse u rrëzove, të rrifte pse u rrëzove. Nuk them prindin. Po përgjithsisht kjo kultura e 68 jam dhe unë dhe këto. Do të mos e diskutoj. Kështu që është foto 18 vjeç që ëndroja që t'isha mjek, Mjek, po, por nuk ma ofronte mundësinë shkolla teknologjike, sepse konsideroj shkollë profesionale.